Surja El Infitar, Mekase, 19 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur qielli të qahet dhe yjet të derdhen, kur detet të përzihen dhe varret të rrotullohen, atëherë çdo kush do të mësoj për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. O njeri, ç'të mashtroi ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, i cili të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi, dhe që të ka mbrojtur në çfarëdo forme që ka dashur. Por jo, ju e quani të gënjeshtërt gjykimin pas ringjalljes, ndonse mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të nderuar, që din gjithçka që bëni. Vërtet, punë drejtët do të jenë në xhenet, kurse fajtorët me siguri do të jenë në zjarrin flakërues, në të cilin do të digjen në ditën e gjykimit, pa mundur t'i shmangen atij. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe një herë, kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të ketë fuqi për të bërë gjë për ndonjë tjetër, dhe kur pushteti do të jetë vetëm i Allahut.